kush ka pas veprime ose vlerësime për korrupsion ose angazhu në korrupsion është një adresë tjetër. Kjo është po pyetje për ministrën Hajdari. Në momentin kur është sekretari do t'jenë konkurset e një pas njëshme pranë ministrisë. E ki një sekretar UD Agim Gjura që sa kohë është UD. Mirë, po aty ka UD-ja që sa? Që 2 vjet, 3 vjet? Nëse nuk gaboj, UD-ja ka 4 vite, po. Duhet të shpallet konkursin, e kemi prit disa vendime tash në kuadër të... E pse së shpallet dhe i tash? Po pse si qeveria së debat mbledhjen e 2 të punës. Jo, 4 vjet ke rozeta, pse se ka shpall? Po kjo është po pyetje për ministrën Hajdari. E vërtet, valla, që është për to, po thash mos pedin. Ka pasur sfidat të natyrave të ndryshme, sidoqoftë... Unë po të a e lenti Agim Gjurën edhe 6 muaj, a e qelë konkursin? Me pyet Agim Gjurën, ai sot kthehet metrologjia aty prej ka ardhë, do të thënë është një profesionist edhe ka angazhime shumë. Po ki shumë pozicione me UD, ministri. Po, e vërtet. Çka do me bo për to? Spari duhet sekretari, për arsye se për të gjitha të tjera që t'jenë valide duhet kërkesa prej sekretarit me mandat të plot. Kështu të paktën ka qenë interpretimi i Komisionit Pavarur të mbikëqyrjes të shërbimeve civil dhe ata do t'jenë do të thënë, në momentin kur është sekretari, do t'jenë konkurset e një pas njëshme pranë ministrisë, prej drejtorëve departamenteve tek kryeshivat e agjencisë. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë është një agjenci e re që themelohet me ligjin për investime të qëndrueshme që e kemi miratu legislaturën e 8, ai i cili ka kriju agjencinë për promovimin e eksporteve në kuadër të zyres kryeministrit dhe agjencinë për ndërmarrësi, ende se kemi vendosur emrin, por domethënë është agjencia për mbështetje të bizneseve, për ndërmarrësi edhe për investime. Po shuhet pjesa me ligj. Po është e parapar me ligj. Shuhet pjesa? Jo, është me ligjin për investime të qëndrueshme. Kjo ka qenë në kohën e thash. Po pse ka qenë e korruptuar? Mos më takon tash të flas për këto procese për arsye se kush ka pas veprime ose vlerësime për korrupsion ose angazhu në korrupsion është një adresë tjetër. Por jo, kjesa është mendu që me urit efikasiteti në një i promovimit të eksporteve dhe në dy i asistencës... A menon ti që e ka rrit eksportin pra nëse o bo për atë punë? Eksporti tash po kalon zyret kryeministrit, po mendoj që kjo është përgjigje vetë, kështu që... Se po kalon zyret kryeministrit? Pse kryeministri ma mirë e din se Ministria e Tregtisë që me bo eksportin? Këto do t'jenë ndërlidhuna. Komisionit shëndetësisë, këshme me menaxhu shëndetësinë, e shuvi me njëherë. Jo, kjo është pak ma ndryshe, jo, kjo nuk është e natyres tillë, kjo është e natyres që është vendos me ligj, është nënshkru rregulloria për themelimin e agjencisë për promovimin e eksportit. Ministria nuk është e përjashtuar në këtë rast do të jetë në ndërveprim të dyjat, e jo vetëm dy ministrit,